mësimet më të mëdha që duhet të praktikojnë njerëzit në këtë 10 ditën e fundit. Di që thuhet që lutje pa fund, sepse janë pikërisht ato ditët kur lutja pranohet më shumë, apo është mit? Jo, nuk është mit, është realitet, se vetë profeti ynë i dashur, Muhamedi alayhi salatu wassalam, për kushtrimin në adhurim, në kërkim të faljes, në lutje drejtuar Zotit Xhaleshanuhu Xhelle Xhelaluhu, e ka shtuar në pjesën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Sa që të parët tanë në këto 10 netët e fundit edhe janë izoluar për ta madhruar Zotin Xhaleshanuhu Xhelle Xhelaluhu, për ta falenderuar ata dhe për t'i drejtuar lutjet tek i madhi Zot Xhaleshanuhu Xhelle Xhelaluhu. Andaj porosia ime për këto 10 netët e fundit për gjithë besimtarët dhe besimtaret me theks të veçantë për ata